Nuk ka ndjenjë më të rënd turpi për mua personalisht. Kur gjatë sezonit turistik të verës ecën nëpër rrugët kombëtare dhe shikon plera të hedhura nga makinat ose pika ku grumbullohen plera që hidhen nga po ata shqiptarë që dalin për të bërë një fotografi me detin mbrapa dhe shishen e ujit që kanë e hedhin atje. Dhe për këtë arsye duhet ndërtuar një plan i përbashkët. Tani, ne mund të bëjmë planin sa të duam. Problemi është si zbatohen. Si zbatohen. Dhe unë besoj që ne jemi në rrugën e zgjidhjes së këtij aspekti me projektin e ri që më në fund besoj do të nisim ta zbatojmë pas një zvarritje të gjatë burokratike dhe pastaj ne do kemi mundësi që po t'i bëjmë planet, po dhe të bëjmë monitorimin se çfarë plani ti bësh vlonjatëve, më thuajtë. Çfarë plani ti bësh vlonjatëve dhe ti thuash vlonjatëve që shiko, ti duhet të respektosh këtë plan dhe nuk duhet sillesh si vetë zot, vetë shkop, vetë mbret, vetë kryeministër, vetë president, vetë zotin tokë. Është e pamundur. Atëherë, kjo do të na ndihmojë që të ndajmë ata që janë qytetarë të përgjithshëm me ata që fshihen mbas emrit vlonjatit për të bërë çfarë duan.